Zotri Demolli, përshëndetje dhe mirë se vjen në emisionin Pasdita Sportive këtu në Radio Tuqachini. Përshëndetje, mirë se gjejmë. Zotri Demolli ka qenë javë kogja mirë për boksin, sidomos për kombëtare e Kosovës, plot në një vend që nuk e njeh Kosovën për shkak që politike dhe dim se si është pra gjendja atje, por 6 medalje nga 8 bokserë. Po ne, si që cekët e ju, pse Bosna ende nuk e një shtetë të Kosovës, ne për arsye se neve bokserët tonë i bashkë këtë moment ju vynë edhe mesit ndërkombëtare, ne kemi marrë vizat për Bosnën, për Bosnën edhe viza, që veç Bosna na ka me këtë Evropën në të pa viza, e kemi arrit shpejt më dhe para me 8 bokser, nga 8 bokser, 6 bokser kanë arritur të marrë medalje që është sukses i madh, jo vetëm i Federatës Bosnjës, por edhe këtë Kosovës, po është një mirë që këta bokser kemi pas 3 bokser senior dhe 4 të ri U19, ka qenë një sprovë edhe një lehtësimi i selektorit për të bërë përzgjedhjen e bokserëve, se duhet të cekëm se bokser të rritur senior e kanë kampionatin evropian që fillim me muajin shtator, kurse U19 vjeçarët e kanë kampionatin botëror në Budva të Malit të Zi në meni tetor. Dhe këto ishin meqe të mirësardhë dhe nga 4 bokserë që i kanë qenë të ri U19, ndoshta nuk mund të shkon këtë, por selektori do të e ka më lehtësim të përgjigjet bokserët më të mirë, që ta përfaqësojnë Kosovën dhe të marrë medalje evropiane e botërore që niveli më i lartë. Para të kalojmë tek kjo pjesa tjetër, tek garat e radhës që do të mbahen, po du më ndalë sa ke vështirë dhe a keni pasur probleme për të pajisur me vizë për në Bosnjë? Po probleme gjithë kemi nga Bosnjë për arsye se pa na ardhur garancioni nga Ministria e Punëve të Brendshme, këta që dojnë MUP, ama për cilësinë bokser është problem, ne një muaj përpara qim dokumentacion dhe gjithë që 20 vite që udhtojmë për Bosnjë, gjithë në ditën e fundit na japin vizat, maltretimi i madh, po ne po shkojmë si që ceka po na vritën meqen ndërkombëtare, ishte në vështirësi e këtyre vizave, po e arritëm qëllimet edhe durimi i jonë, edhe po e marrë këto viza. Se më lehtë është të shkosh ndoshta në Amerikë me vizë, të merr vizën se Bosnjë. Po. Zotri Demolli, është interesante që mi fitu 6 medalje nuk është as pak lehtë, madje edhe një numër shumë atë pak të bokserëve veç 8 tillë. Realisht është një lloj progresi i madh në sportin e boksit kjo? Po është vështirë se tani nuk ishin vetë na si sprovë bokserët ke boksin e sprovë, po kishte 14 shtete, ndërta ishte edhe Ukraina që një shtetet më të mira, bokser me më të mirë në botë, ishte Anglia, ishte Italia, Kroacia dhe në befasi ishte Algjeria që shumë ishin 4-5 bokserë të Algjerisë finale, domethënë Algjeria kishte përparuar më shumë, domethënë edhe ishte befasi edhe Japonia që ishte me pjesëmarrës edhe ishin femna edhe moshkuj, ku Japonia ka përparuar shumë kohë të fundit në boks dhe ka ndërtoi ishte në kampion e botës e Japonisë që mor pjesë. Domethënë ishte konkurrenca jashtëzakonisht e fortë dhe është mirë që ishte e fortë për arsye se të matën bokserët deri kur jemi në përgatitje dhe sa jemi të gatshëm të marrim pjesë në garat e radhës që kemi, siç që na presin garat e radhës ndërkombëtare. Për ndryshe ke pas edhe një mision tjetër të atu në Sarajevo, ke qenë edhe gjyqtar në disa prej meqeve, dhe realisht atë ka ndodhur me pas njërin prej bokserëve tu me pas në meq? Po jo, se mos ne që e përfaqësojmë shtetin, neve bokserëve tonë nuk na lejohet të ndajmë drejtsinë, por ma mirë është me ndajmë drejtsinë si me kështu nga anash, ama është ma mundim për arsye se më të tregue mund përfaqësoj Bashkim Bajoku i cili humbi meqin për një bokser italian i mirë, po Bashkim Bajoku me përvojën që ka unë kam menduar që do të fitoj medaljen e ardhë, aty pak më zhgënjeu për atë arsye nuk mund ndisha rahat, se që dim Bashkim Bajoku do të merr pjesë edhe me këtë muaj do të lutojë për lojna mesatare. Tani do të kalojmë edhe te lojna mesatare që na presin për 19 gusht, do të lutojmë deri në 21 gusht në lojna mesatare që janë shumë rëndësi për shtetin e Kosovës dhe vetë për boksin, ku e dim se
për post gjudës, vetëm boksi ka medalën nga lojëra mesdhetare. Domthonë, gjudës dhe boksi jenë vetëm federata e sportista që kanë deri me tani pas lutës pas lutës që kemi medalje nga lojëra mesdhetare. Dhe tani në do të lutojmë me 4 bokserë, Vllazit Bajoku, Taulant Jakupi dhe Lumturim Gjogjaj, Djet Demeta Sadiku do të jetë që kemi, domthonë, garuzën kryesore ku presim medalje. 5 bokserë do t'jena, po? Po, do të kemi 4 bokserë, po që është nga ka lejuar, se këto komitetin ndërkombëtar i cakton, domthonë na kanë lejuar me 4 bokserë dhe një femër. Na kemi domthonë caktuar edhe një pecekëm gjatë, kilogram është Lumturim Gjogjaj, 55 është Bashkim Bajoku, 7 kilogram është Shpëtim Bajoku dhe Taulant Jakupi është në 80 kg për arsye se Taulant Jakupi kategoria e tij është 85 kg me përshtatshme, ku bokson në Sarajevo, edhe bokson mirë, edhe arrit të fitojë medaljen e hartë, por në lojëra mesdhetare janë kategoritë olimpike dhe nuk ka 85 kg dhe do të zbres në 80 kg. Si ke pas emocionet? A i ke pas të përzira kur kanë boksu bokserët tanë, sepse realisht ti ke qenë me 2 misione, ke qenë sekretar, po ashtu të gjithë e kohë ke qenë edhe gjyqtar. Por normal që nuk lejohen paka shumë që me gjyku bokserët e tu, sepse tani me qenë si kuptohet paka shumë që thuhet që jep ma shumë hapësira ose avantazh bokserëve tu. Po nuk, domthonë, se ceka nuk ndim me rahat se këqyri pse u bo këllshim, pse se goditi ku do të me godit, pse s'pur me goditje pëjena, po se ka shumë goditje që e goditet kundërshtora dhe nuk kemë pëjena. Domthonë, se ne veç një ramë të fuqishme në vendin e dur, me rregullor është pëjen. E domthonë, shumë për bokserëve, sidomos të tribe dhe Bajok që ceka luftojshin për jo që do të morët pëjeni, domthonë, edhe që mojmë legjërata bokserëve qyshin pëjena, që pëjen tohen bokserët, për atë arsye që si që cekët nuk u dishe ratë se e disha që domthonë atë rund me pëjena kishte ma avantazh kundërshtari, për atë arsye më roka e par sikleti dhe nuk u disha ratë. Zotër dhe molle, tim që jem në një periodë jolla është mirë, së të mos federatat sportive në tërsi, sepse nuk po keni edhe aq mirë me mjete financiare, duke ditur që mbështetja nga Ministria e Sportit, prej që është ndarë në 2 dikastere, tashmë po ka shumë probleme. Drejt tash është dashur të mirë të më dyshe që ende nuk është marrë. Realisht, apo na konfirmon, apo çka është duke ndodhur? Shumë e që këtë temë, nesë në mos federata po jem shumë të zhgënjur dhe unë javën e kaluar kam bërë një letër shkres sekretarit të Ministrisë së Sportit arsyen për çka federata e boksit ende nuk e ka marrë të më dyshin, ku shumë prej federatave kanë marrë të më dyshin para 10 ditë ose 2 javë, e ne ende ku ne të gjitha garat jemi duke i zhvilluar me mjetet të hazimit. Dhe tani do të themi se tani veç dhe bokserët do të jenë në përgatitje speciale për garat që na presin, sidomos për kampionatet evropiane botërore, dhe ne kemi mjete dhe deri kur ne bokserët nuk i lojnë pa përgatitje, po o hazime, domthonë nuk është ne jemi federat serioz dhe ne kemi shkruar një memorandum ku çdo 3 muaj do të marrim mjetet që na takojnë bazë pikëve. Dhe ne ende të më dyshin, si që cekët, nuk e kemi marrë dhe presim këtë javë të na jetë të më dyshin që në mujnë të zhvillojmë edhe garat, edhe planin plan programit që e ka federata e boksit, ato planet, kur s'kim jetë, atë plan programit nuk mund me Nuk shkon kur zho, është shumë e vështirë. Taranto 2026 lojrat mesdhetare e përmende 5 bokserë, cilat janë objektivat e federatës e boksit, duke ditë që e përmende. Ka shumë probleme financiare, po do gjithë shka me huazim, do të edhe kampe që bokserët më përgatit në mënyrë më të mirë që me arrit me pa sukses, kur s'ka kampe, nuk mënësh me i lanë fajnë as federatës, as bokserëve, pse s'po ka sukses. Cilat janë objektivat në Taranto? Po ne kemi, të themi si ne nga
për 2 ditë kemi dërguar në Gjakov 4 bokserë në përgatitje, për arsye se as mjetët në kanë do nga Komiteti Olimpik i ka këtu përgjegjësi për lojërat mesdhetare dhe mund të themi se e kemi për person me shujtje, 3 shujtje dhe akomodim 50 euro për person dhe aq na ke mundësi dhe për të jemi bile i kemi caktuar me 70 përgatitje nga Komiteti Olimpik dhe këto 70 paranisës do të shfrytëzojmë në Gjakov të mbledhëm këta bokserë që do të boksojnë në Taranto dhe të jenë përbashkët dhe të zhvillojnë përgatitje përbashkët të jenë sa më të gatshëm për këtë si që i pret. Edhe pse ndoshta më mirë kishte qenë të bëjmë një kamp jashtë Kosovës ku janë mbledhur një 5-6 shtete dhe të bëjnë edhe sparingje se i hynë si mos bokserëve. Që do të ishte më mirë për bokserët tanë, kuptohet. Po, ashtu komplet ne na mëgojnë shumë kompe ndërkombëtare, por kur s'ki mundësi financiare, nuk mund të shkojsh kompe ndërkombëtare. Edhe besoj që në të ardhmen kjo gjendje do të përmirësohet dhe shumë që bëjmë pyetjen pse nuk po me medalet me marrë, jo për shembull Prishtina ka qenë kampione 5 herë zhvajis, o ka qenë kampione se Prishtina 6 ditë ka nejtë në përgatitje, 1 ditë ka nejtë veç kur ka boksuar, domthon shpit vetë, domthon përgatitje i kanë gjithmonë, pa përgatitje. Po ka pasur përgatitje në vende të tjera me bokserë të tjerë, me shumë bokserë, kanë normal që ka pas sukses. Pasport pa kompe në kopri, edhe judo, si që dim na, të në kohën është në kompe në përgatitje jashtë të venit. Për atë arsye dhe që më konë suksesi. Objektivi cili do t'jetë? Po besoj që këtë vetë përpos Donjeta Sadikut të kemi dhe në Doni Bekty 4 djelmoshave në akëzëmin e medale, pa marë parasysh është e bronz të argjent të atadësh, besoj që Donjetën e kemi, po dhëmë 100% Donjeta, se Donjeta është parë që po merë pjesë këtë gëjnë mesdhetare, se vitin e kalum ka qenë prej para Algjeri, kur kemi në lojnë ka qenë në dume, dhe këtë herë do të merë sparjer në lojna mesdhetare, ku i mungon Donjetës këtë medale, dhe besoj që Donjeta gjithë do në akëzoj me medale, por që a pas dëshirë edhe me për djelmoshave tjetë një medale, si që dim si Shpëtim Bajoku ka qenë medalist i bronz nga lojnat e kalure mesdhetare. Të falenderoj shumë zotërit e Mbollit që e gjithë e kohë me qenë pjesë e pasditës sportive. Falenderoj nga ju gjithë jemi të gashëm për Radio Dugagjinin.